Mirdita, sot në monologun e tij të mashtrimit, Edi Rama lëshoi gënjeshtrën e radhës. Ai u tha qytetarëve se pas ka funksione të padelegueshme, i tmerruar nga ultimatumi i Brukselit, nga anullimi të gjitha takimeve që kishte në Myni, ai përsëri një lloj si i mbyturi që kërkon të kapet me fijen e barit, po bën përpjekjen e fundit për të krijuar një mburojë ligjore ndaj vetes së tij. Të dashur miq, cili do që ndigjoj Edi Ramën të flasë për funksionet pa delegueshme, për të kuptuar se ai gënjej jo një herë, por gënjeu 100 herë vetëm për funksionin e kryeministrit. Çka duhet të them me këtë? Në arkivin e Këshillit të Ministrave janë me jo 10, po 100 vendime të firmosura me autorizimin e tij nga zëvendës kryeministrat përkat sipas kohës. Por përveç kësaj, ky është një përcaktim ligjor, i cili e lejon kryeministrin të autorizojë zëvendësin e tij për të firmosur në vend të tij. Së dyti, vetë kushtetuta ka parashikuar zëvendësimin, delegimin, në rast se presidenti i Republikës fluturon, shkon jashtë vendi, zëvendësi i tij është kryetari i parlamentit me kushtetutë, në rast se ministri nuk është, me autorizim të tij zëvendësohet nga zëvendës ministri, i cili firmos për ministrin. Pra, çfarë do shohim në nesër? Do shohim një akt që se kemi parë kurrë ndonjëherë dhe se kemi ndëgjuar ndonjëherë. Deputeti Edi Rama paraqet në parlament mandamentin për të mbrojtur nga pezullimi, nga gjykas apo prokuror kur e kapin në krim kryeministrin Edi Rama. Kërkon pra të krijojë një mburojë ligjore. Në këtë rast, i tmerruar dhe nga protesta, ai përdori fjalët fyese, poshtruese për njerëzit e idealeve më të larta, për misionarët e vërtet. Sipas tij ata janë rrugeçur, janë mercenar, janë njerëz të paguar. Unë i them Edi Ramës se ata janë misionarët e shpëtimit të Shqipërisë dhe se 20 shkurti është dita në të cilën idealet më fisnike të shqiptarëve, misionarët e këtij vendi, do të mbushin rrugë dhe sheshet e Tiranës për të shpëtuar Shqipërinë nga regjimi i drogës, krimit dhe vjedhjes shqiptarëve, për të shpëtuar Shqipërinë nga narkodiktatori Edi Rama.